I dashur President i Shqipërisë, Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë, i dashur Edi Rama, Kryeministër, dashur Ministra, zëvendës Ministra, a ka ma mirë se sa nëna kur i mbledh bijtë e bijat në një sofër. A ka ma mirë se nëna kur i dëgjoj bijat e bijat për hallet e tyre. A ka ma mirë dhe kënaqësi kur nëna dëgjon se ç'duhet bërë për nënën, fëmijët, bijtë dhe bijat e saj. Dëgjuam shumë panele, dëgjuam shumë kërkesa, dëgjuam shumë gatishmëri për rritjen e cilësisë në jetën politike, shoqërore, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Lugin, Malsi. Kjo është ngjarje jashtëzakonisht e madhe, si samitet që kemi lënë pas, edhe ata që do vinë. Sigurisht që do jenë më të begatë, më me shumë vepra për Shqipërinë, për shqiptarët, se si ne, kombin tonë, të arrisim lartë e më lartë, sepse mërgata shqiptare është përfaqësuese e mirëfillt e vlerave të shqiptarëve. Prandaj, dashur mërgjimtar, unë vetë kam qenë mërgjimtar 15 vite. Ju, gjithçka keni dhënë nga vetvetja, ju jeni pjesë e lirisë së Kosovës, pjesë e shtetit Kosovës, pjesë e asaj gjuhe që akoma i dilni zot në hapësira shqiptare në Maqedoni, sepse është larë me gjak është fituar. Historikisht, margata shqiptare ka qenë dhe do mbetet një përkrahës dhe një përfaqësuese e mirëfillt, e kulturës, e historisë, traditës, po edhe ndihmesës me kuadro të fushave të ndryshme, specialistë të ndryshëm, të bimë përvojat këtu, e andej ku jetojnë shqiptarët, të marrin në specializim nga këtu, andej ku veprojnë, që ne, Shqipërinë, Kosovën, e hapësira tjera shqiptare ku jetojmë, t'i bëjmë ashtu si që janë vendet të përparuara të Bashkimit Evropian. Ne jemi paqësorë dhe sigurisht që porosit nga ky samit i kanë marrë që të gjithë, mos prekin aty ku spreket. Ne duam t'jemi pjesë e Europës, ashtu si që jemi pjesë e NATO-s, të na bashkangjitet edhe Kosova. Ne duam Ballkan të paqët, në paqë të përhershme, zero problem me të gjithë fqinjët, të integruar në Bashkimin Evropian, me standarde europiane,
ashtu si që ka hequr kufit Europa, Gjermania, Franca, Skandinavia, Austria, Polonia, t'i heqim edhe na këtu në Ballkan, të jetojmë në paqë e stabilitet, sepse kjo është ardhmëria e njerëzimit. Kjo është ngjarje e madhe, vlla Edi Rama. Mund të dhe dikush edhe ta keq përdor. Mendoj që autoritetet shqiptare bëjnë për pikë politike. Të gjithë ata që do vinë dhe ta vazhdojnë samitet e radhës, sepse këtu nuk fitojnë pikë politike, këtu në tryez i keni ullë shqiptare nga të katër anët e globit. Rofshi e qofshi mërgat e dashur, faleminderit autoritetet të Shqipërisë që i bëni bashk bit dhe bijat në një tryez. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Ahmeti.